Kanali kullues I ujrave të larta në zonën Peshtan Levan është kthyer në një burim serioz rreziku për shëndetin e banorëve dhe për mjedisin. I papastruar prej vitesh, ky kanal është shndruar në një kolektor të ujrave të zeza dhe në vend grumbullim mbetjesh urbane, shprehen banorët e zonës. Sipas tyre, pavarësisht denoncimeve të vazhdueshme pranë pushtetit vendor, asgjë nuk ka ndryshuar, ndërsa situata është përkeqësuar dhe më tej. Pastrojnë? Sa vite kanë këtë gjendje? Mund të ketë mbi 10 vjet. Po, ka. 10 vjet po, mos ka më shumë. Në hangit gjallë, qas hedhi, qas bëhet, hapet rrugat, pastrohet. Se është gjuna. Ujrat e zeza shkarkojnë? Shkarkojnë ujrat e zeza, janë bllokuar, jam kalon këtu, te shtëpia, më kalon atje, del atje është bllokuar komplet ujrat e zeza. Janë bllokuar, janë shtu bllokaq aty. Ka pastruar unë. Në vend ta pastroj shteti, e pastroj unë, futem me lopak, me grua futet atje me lopak. Se mos sa pastroj shteti. Kam premtuar për ta pastruar? Po kam premtuar, po premtimet janë boshe. Se vinë për të marrë votat, të kasin dere, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu. Ku janë? Ku ngelen për të prishur për shtetin? Po sheshi Zoti ta lëri ta ndrejtë se populli mban pastër, unë punoj, ndërtoj, sakrifikoj për shtëpinë, për këtë popull, për këtë komunitet. Ai vjen ma prish, ai vjen ma pastron, ai vjen investon. Për çfarë? Taksat I merr. Taksën e merr, ja paguaj vit për vit, shkojnë komunë atje. Nxjeli brezën ta shikosh. Vite kanë këtë gjendje. 12 janë, 12 vjet, do ketë pa pastruar. Janë burim infeksioni. Sëmundje tani fillojnë, behari po vjen. Prandaj ta pastrojnë kanalin. Ti heqin ato. Kërkojmë gjë tjetër. Asnjë vetëm ta pastrojnë, asnjë gjë s'kërkojmë. Po kërkojmë asnjë gjë, vetëm ta pastrojnë. E ti heqin ato, mos I marrin me turinat e tjerë këto. Del gjarë për aty deshmë ta pastrojnë. Ujrat e zeza shkarkojnë? Shkarkojnë, aty shkarkojnë edhe ujrat e zeza. Me delat themi, ta pastrojnë edhe. Nga ana tjetër, specialistë të sektorit të ujitjes dhe kullimit pranë pushtetit lokal në Levan janë shprehur jashtë kamerave se kanali ndodhet në inventarin e drejtorisë rajonale të bordit të kullimit dhe jo të pushtetit vendor. Për këtë arsye, sipas tyre, njësia vendore nuk ka kompetencë dhe mundësi të ndërhyjë me investime për pastrimin e tij. Kjo ndarje përgjegjësisht ka bërë që problemi të mbetet pa zgjidhje, ndërkohë që banorët përballen çdo ditë me pasojat. Ata rrezikohen nga ndotja e kanalit kryesisht gjatë sezonit veror, I cili po troket, por edhe nga përmbytjet gjatë sezonit të dimrit.